shefun del jashtë, po si del të kapigjiku, se thëmë, në sekundi ja mysin fëmijën. 2 vjetë kurse a jetë gjallë. Për shemëll atë rast e di. Po shika aty me mija raste jëna, aty në stop ke dhe me thonë të vërtetën, kur një njeri jeton si shkum jetu në 4 vite në atë merë, bo është një. Unë edhe kom qenë për shemëll edhe unë që i bindu që do të vdes. Vetëm nuk më ka ardhë radha, se për shkak se ti je me shokë sot, për shembull, ke dalë dikun, edhe nesër e merr lajmin nga shokët e tu 2 a 3 kanë vdekur. Prandaj në stop ti ke pas vdekje, që edhe për mua bona një. Ashtu të bën luftja, ashtu të bën psiqika, si edhe pret vdekjen e di si shokëve ju kupton nëse vdes, ju lutem vetëm i tregoni prindve se ku janë varros. Se për ndryshe që do të vdes, kom qeni bindu që do vdes, po Zoti më shtej. Zoti këto kohë që është një video që po qarkullon këto ditë pasi doli lajmi edhe Vučićit me një armë dorë. Shiko, mu më thanë për atë fotografi, me thonë të vërtetën, thanë Vučići është me Kalashnikov. Vučići në atë fotografi, sa pash une, nuk është Kalashnikov, ai është një lloj snajper. Është snajper i cili gjun nga distanca, se armatimi si Kalashnikov, ai nuk është për gjujtje me 4 kilometra, kurse snajperat janë 4, 5, 10 kilometra cila gjuajnë. Prandaj ajo dorë që e pat Vučići, keni lloj snajper. Po nuk muj me thënë se unë se kum pa, unë kum qenë brenda në Sarajev, prandaj nuk muj adin të kom informata se a ka gjujt apo nuk ka gjujt. Por informatat i kena se në përgjithësi kanë ardhur çdo vikend apo safari si pequni ju, kanë ardhur nga Serbia, kanë bo këto vrasje, ju largue edhe kështu me radhë. Vučići atëherë ka qenë ministri i propagandës ai ka qenë në atë grupin e Sheshelit, i cili është sot një njeri shumë keq në Serbi, i cili është kundër shqiptarëve, me ndëgju atë, në atë kohë ka qenë një prej liderëve nacionalist dhe në menisinë e vetë, ka qenë në Bosnë, është Vučići në atë kohë që thotë parlamentin e Serbisë, për një sërt vranë do të mi vra 50 musliman, ajo kohë ka qenë kohë pa kohë, kur gjithë sërt kanë qenë, them si ajo koha e Hitlerit, kur gjithë ushtarë gjermane kanë përkra Hitlerin dhe e ma vonë ju vinë meni. Këta janë ende mësa shofën e propagandën e Serbisë dhe këta janë ende thomat në kohën e Hitlerit. Si populli edhe që kohën e fundit kanë fillu protesta, ndoshta ka fillu të zgjohet Serbia, se unë e Sërbët e Beogradit të njofës pasi Akademinë e Arteve kom kry në Beograd, dhe e njoft atë mentalitet shumë mirë, besoj se be luftës Bosnjë, i nacionalizëm i Miloševićit, që ka qenë se lirisht muj me krahasu me Hitlerin, me krimet të gjitha t'i ka bon Bosnjë, në Kosovë, në Kroaci, si ka njësi, aje filloj luftën, me shkatru këtë komplet Jugoslavin. Unë e besoj si nështë popullim sa njëtë Beogradit, nuk po flasë për ma shumë aty ku kom studiue, si ka fillu një shimi tyne, i shala zgjohen edhe fillojnë edhe ata, të denojnë nacionalistat e vetë që i kam pasë dhe që i kanë i sot. Se ende është propaganda e Serbisë si e Gebelsit, thëmë ministri Gjerman. Pra, por të ka i krahasimi që ju bët me lartë, besoni që ajo që ka ndodhur në Sarajev nuk ka ndodhur në Kosovë? Raste pra episode të tilla? Nuk ka pas, snajperat kanë punu sigurisht edhe në Kosovë. Nuk ka dyshim se çdo luftë ka njësinë e snajperave. Por nuk ka qenë për shembull në qytet dëvras, se nuk ka qenë asë një qytet në Kosovë të na, përgjithësi në Kosovë të na kanë qenë shumë a shumë damtu me fshatrat. Fshatrat në Kosovë, do më thonë lufta u bënë për fshatra, nuk ka ndodhur në për qytet. Nuk ishte rrethime, nuk ishte izolime. Ja, nuk ishte. Po si kur filloi bombardimi që fillun masakrat në Gjakov, ti mbledhin qytet, po ashtu kanë fillu ti mbledh edhe në për Pej,
a din ku kanë mujtë edhe në Prishtinë, po nuk e besoj se nuk ka pas, ata kanë qenë prezent qytet sërb. Në Kosovë, po flasë për Kosovë, kurse në Bosni nuk kanë qenë prezent, edhe kanë gjujtë nga largësia. E këtu në Kosovë, në përgjithësi luftimet ku kanë qenë, kanë qenë e për male, e për fshatra, dhe aty kanë punu snajperet, po ka luftu ushtria me ushtri, po me civil sërt kanë qenë gjithmonë kanë vra civil, që ushtarës kanë mujtë atë shumë e vra si që kanë vra, si për shembull me shiku gjirimin e parë të Obris, që për shembull kanë vra 2 fëmijë me custlla, ka